Gjendja e rrugës kombëtare që lidh Tepelenën me Fierin është përkeqësuar prej punimeve të autostradës dhe motit të keq të kohëve të fundit. Situata problematike ka ndikuar që disa mijëra emigrantë shqiptar që udhtojnë drejt Greqisë të kenë vështirësi me lëvizjen e automjeteve. Ndërkaq ka nisur të normalizohet dhe në anën greke të kufirit në pikën e Kapshticës, lëvizja e automjeteve e bllokuar ditët e fundit prej rreshjeve të mëdha të Borës. Njofton korrespondenti ynë në Gjirokastër Raimond Kola. Autostrada që lidh Tepelenën me Fierin është ende në ndërtim e sipër. Disa nga segmentet e pasfaltuara të rrugës janë dëmtuar kohët e fundit nga rreshjet e mëdha, duke krijuar probleme veçanërisht për lëvizjen e disa mijëra emigrantëve shqiptar drejt Greqisë, Shqinje. Megjithëse është mbyllur java e parë e këtij viti, segmentet rrugore nuk kanë punime mirëmbajtësie në zonat e ndërtuara. Në të shumtën e zonave mungon sinjalistika orientuese për emigrantët dhe gjatë natës situata bëhet më e vështirë. Punimet në këtë autostradi kanë tejkaluar ndjeshëm afatet e përfundimit të ndërtimit, por autoritetet kanë siguruar se gjatë këtij viti do të vënë në funksion të plot segmentin rrugor. Ky aks përballon jo vetëm lëvizjen e disa qindra autoveturave të emigrantëve, por edhe makinave të mëdha tregtare. Kompania greke që merret me ndërtimin e rrugës ende nuk ka nisur nga puna për këtë vit për shkak të pushimit të festave. Emigrantët e kthyer në Shqipëri ditëve të fundit të dhjetorit të vitit kaluar po përdorin këto ditë këtë aks rrugor drejt pikëkalimit kufitar të Kakaviës dhe për të udhëtuar më tej drejt Greqisë. Kjo pasi në pikën tjetër të Kapshticës në juglindje të vendit janë vënë re radhë të gjata në anën greke të kufirit. Zona juglindore e Shqipërisë dhe veriljindore e Greqisë janë përfshirë ditët e fundit nga rreshje të mëdha të Borës. Gjatë ditës sotme autoritetet greke kanë njoftuar se kanë zhbllokuar një rënam të segmentit në zonën e Kozanit në Greqinë veriljindore, e cila ishte mbuluar nga masat e mëdha të Borës, duke bllokuar qarkullimin e mjeteve të emigrantëve. Po kështu është lehtësuar qarkullimi edhe në segmentin rrugor Janin Arti, i cili ishte rënduar nga rrëshqitjet e mëdha të dherave prej motit të keq. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raimond Kola.